Lindita Nikola ka pësuar një rritje të menjëhershme të aseteve të saj, duke u klasifikuar si milionere në kuptimin e pasurive të paluajtshme dhe kapitaleve të deklaruara, pasi u largua nga posti i kryetares së kuvendit. Shkrimi investigativ vën në dukje se në deklaratën e pasurisë të dorëzuar pas largimit nga detyra, Nikola ka paraqitur një listë të re pronash të përfituara, kryesisht përmes trashëgimisë dhe kontratave të reja të regjistruara. Bëhet fjalë për një pasuri që përfshin 2 apartamente banimi, njëri me sipërfaqe 104.36 m2 dhe tjetri 77.70 m2, 2 njësi tregtare ose dyqane, me sipërfaqe 133.26 m2 dhe 34.14 m2, si dhe 2 garazhe private. Këto pasuri figurojnë në emër të saj dhe të bashkëshortit, Ligor Nikola, me pjesë takuese 50% secili. E dyshimt është koha e këtij vërshimi pasurish, duke e lidhur me momentin kur ajo la postin e dytë më të rëndësishëm në shtet. Ndonse arsyeja zyrtare e largimit ishte shëndetësore, regjistrimi i këtyre pronave ka përkuar me fundin e mandatit të saj. Më parë, opozita ka deklaruar se familja Nikola kishte në zotrim një vilë luksoze në kompleksin Rolling Hills në Lundër, me vlerë mbi 1 milion euro, akuzë që zonja Nikola e ka mohuar publikisht duke e quajtur shpifje. Përveç pronave të mësipërme, raportimi ndalet edhe te llogaritë bankare dhe të ardhurat nga pagat e larta që ajo ka gëzuar përgjatë viteve në kabinetin qeveritar dhe në krye të legjislativit, të cilat kanë shërbyer si bazë për rritjen e kapitalit të saj financiar.